Në ambientet e Bibliotekës së Mimit Konë Korçë është promovuar romani i ri Myslimani i autorit Bemblushi. Një vepër kjo që ka ngjallur interes të gjerë dhe debat shoqëror në mbarhapësirën shqiptare. Aktiviteti mblodhi lexues, intelektuale dhe shamirës librit, të cilët u bën pjesë e një diskutimi të hapur mbi temat që trajton romani. Korça ishte ndalesa e parë e turit promovues të kësaj vepre, e cila sjell një rrëfim ironik e filozofik për fen, shtetin laik dhe raportin e besimit me shoqërinë shqiptare. Jam mysliman vjen si një reflektim i thellë mbi identitetin fetar, historinë, bashkëtesën ndërfetare dhe marrëdhënien mes fesë dhe shtetit në Shqipërinë moderne. Në panelin e diskutimit morën pjesë shkrimtari dhe përkthyesi Eris Rusi, si dhe pedagogu e gazetari Ilir Shyta, cilët u ndalën në dimensionin filozofik të veprës, ironinë si mjet të rrëfimi dhe mesazhin që romani përcjell për shoqërinë bashkëkohore. Sipas tyre, libri nxit reflektim dhe debat mbi mënyrën se si individi përballet me besimin, identitetin dhe realitetin social. Sot ishte një vetëdijari që gjeti vëmendjen dhe interesin e lexuesve që mirëpritet shkrimtarin Bemblushi me një roman i cili krijoi edhe një jetë jashtë letrare, sepse u diskutua edhe për ato elementë që nuk janë pjesë e tekstit, por që ngacmojnë shoqërinë shqiptare tek ato elementë që është e nevojshme të rishjen në shoqërinë tonë. Zoti Blushi ka filluar promovimet e librave të tij më njëherë pas Tiranës dhe këto promovime me sa u tha këtu në këtë bashkëbisedim do të jenë të gjithë Shqipërinë. Në fakt është një libër polemizues, një libër që ka ngjallur debat dhe librat e mirë gjithmonë gjallin debat. Ata që mbeten e jeshtin, por letërsia mirë prodhon debat. Diskutimet me publikun e pranishëm e kthyen promovimin në një moment të rëndësishëm debati kulturor e intelektual, duke dëshmuar interesin e vazhdueshëm për veprat e Bemblushit. Jam mysliman është botimi 12 i autorit pas sukseseve me bestseller si Ti jetosh në ishull, Otello, Arapi i Vlorës, Kandidati, Komploti e të tjerë.